Mirë, shikues nderuar, mirë kthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi te Kosova dhe Serbia. Kam të ftuar ditën e sotme pikërisht për këtë çështje zotin Visar Dili, analist. Zoti Dili, ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Zoti Dili, e nisim me rrezikun e sulmeve terroriste nga Serbia, të cilat janë tashmë ashtu si e dim gjithnjëherë evidente pas sulmeve terroriste që ndodhën në Banjsk dhe Varagjo, të gjithë personat e përfshirë në përgatitje dhe realizimin e këtij sulmi terrorist janë arrestuar apo akuzuar. Apo përballet tashmë Kosova, zoti Dili, me një rrjet të paprekur terrorist brenda territorit të saj? Që ekziston një rrezik nga Serbia që një farforme të kanosemi ekziston dhe kjo nuk është asnjëherë nuk duhet të vihet në dyshim. Sa i përket pjesës së Banjskës, e dim tashmë kemi edhe komunikata nga Qeveria e Republikës Kosovës, përkatësisht Ministria e Mbrojtjes, që nuk ishin vetëm rreth 40 të angazhuar, por që numri i tyre e kalon numrin 3 shifror, pra të thotë mund të jenë mbi 100 persona të cilët ishin të angazhuar në këtë proces të këtij akti terrorist, i cili ndoshta nuk ishte për qëllim të përshkallësonte në Banjsk, por të përhapej ndoshta edhe në pjesë dhe territoret të tjera të Republikës së Kosovës. Sa i përket se a janë të gjithë arrestuar, jo, ne dim që koka dhe ndoshta ideatori i kësaj ose i këtij sulmi, Radojčić, qëndron i lirë në Serbi, nuk është domethënë as nuk akuzohet nga Serbia, po as nuk ekstradohet në Kosovë, dhe duke u nisur nga ky fakt, atëherë rreziku është gjithmonë i madh që Radojčić të tentojë të provojë përsëri diçka në Republikën e Kosovës, edhe pse tashmë sovraniteti në pjesën veriore të Republikës Kosovës është më i madh se sa që ishte në kohën themi para Banjskës, mirë po që ekziston rreziku atje është mundësia shumë e hapur. Në fakt, Qendra Kosovare për Studimet Sigurisë ka vlerësuar se grupi Banjskës është shumë më i gjerë se 44 personat e akuzuar zyrtarisht. A kemi të bëjmë, zoti Dili, me një nënvlerësim ndoshta institucional të shkallës reale të kërcënimit? Ndoshta para se të ndodhte Banjska po, sepse ne kishim edhe deputet britanez gjerman të cilët vetëm se e patën hap si çështje dhe shqetësim se çfarë po ndodh me gjithat municion, pse po bartet municioni me autoambulanca, çfarë janë disa vetura të dyshimta në veriun e Republikës Kosovës, dhe të gjitha këto kaluan disi në heshtje nga qeveria dhe vendi, dhe pastaj erdhi edhe rasti Banjska. Po besoj që pas Banjskës edhe shteti kosovar është më i hapur dhe më i kujdesshëm, përgjithsisht AKI-ja, Agjencioni Inteligjencë i Kosovës, ata besoj që tashmë janë më të kujdesshëm që mos të ndodhë një Banjska 2, sepse një Banjska 2 nuk besoj që mund të përfundonte me një viktim nga ana e shqiptarëve dhe me një sulm aq të thjesht, sepse Serbia nëse përgatit diçka, po besoj që do të përgatisin diçka më të rëndë, edhe pse dim në bazë të marrëveshjes së Kumanovës që Serbia nuk ka të drejtë ta sulmoj Kosovën me polici ose ushtri, në momentin e parë që ndodh kjo ajo do të futet konflikt të drejtë për drejtë me NATO-n, mirë po duke sistemu dhe organizu grupe terroriste, ajo patjetër që do ta bëjë dhe nuk do ta lë Kosovën të qetë. Në fakt, zoti Dili, është paralajmëruar se strukturat paralele të sigurisë mund të rikonsolidohen sapo ndoshta të krijohet një vakum institucional. A ekziston sot një vakum sigurie që këto struktura po përpiqen ta shfrytëzojnë? Ne kishim një vakum institucional, viti 2021 na shkoi thuajse pa që institucione të vendit i kishim ato në detyrë, mirë po nuk është që pa ndonjë reagim, kështu që nuk besoj që brenda territorit të Kosovës mund të riorganizohen përsëri ato struktura, sepse duket qartë që nëse për asgjë zotit Kurti duhet t'ja heqim kapelen për luftën kundër këtyre strukturave e ka pas shumë të fuqishme, andaj nisur nga kjo them që nuk do të ketë mundësi të rikrijimit të strukturave paralele serbe në Republikën e Kosovës. A mendoni, zoti Dili, se po e humbasin tashmë institucionet fokusin, se duke supozuar këtu se kërcënimi vjen vetëm nga veriu?
Shko, veri është ndoshta vend pjesa më e brisht e Republikës Kosovës, ose ndoshta edhe ishte, sepse tashmë gjithçka ka ndryshuar në veri. Veriu nuk është më ai që ishte para 4 viteve. Çdo pjesë e cila kufizohet me Serbinë është e ndjeshme dhe është e rrezikshme. Prandaj është shumë mirë që pjesa territoriale e Kosovës kufizimi i Kosovës me Serbinë vëzhgohet nga KFOR-i dhe jo vetëm nga policia e Kosovës, pasi që ushtria ose FSK-ja në këtë rast nuk kanë të drejtë të patrullojnë në ato pjesë. Dhe në këtë kontekst nuk besoj që duke marrë parasysh tashmë ndryshimet drastike që kanë ndodhur në veriun e Republikës së Kosovës, nuk besoj që edhe pjesët e tjera mund të jenë më të rrezikuara, pasi që ato nuk ishin më parë, pra dhe nuk mund të jenë as tash. Veriu i Kosovës ishte si një mundësi e artë që edhe përveç kontrabandës, edhe përveç krimit organizuar, atje të lullëzonin edhe strukturat paralele, të lullëzonin edhe individ si që është Radojqiqi, i cili me grupin e tij kriminal duke u marrë me punë të ndryshme të tashmë janë të njohura edhe për opinionin e gjerë publik, si që është droga, kriptovalutat e tjerë, japen mundësi që të kenë një fuqi më të madhe se ndoshta edhe shteti i Republikës së Kosovës atje. Mirë po duke i bërë ata gabimet e cilat i bën gjatë rrugës, edhe në bashkësia ndërkombëtare e pa se sa e nevojshme është që Republika e Kosovës mos ta humbë veriun dhe ta ketë veriun si pjesë territorit të saj, atëherë ndodhi që kjo pra që ndodhi, sepse pandimin e bashkësisë ndërkombëtare nuk jam i bindur që mund të ndodhin këto lëvizje të cilat kanë ndodhur deri më tani. Ndërkaq, zoti Dili, sipas aktakuzës për trajnim ushtarak në Serbi janë përmendur deri në 120 persona. A është kjo një provë mjaftueshme pra se e një infrastrukture të organizuar paramilitare për te kufirit? Përveç kësaj prova generale që mund të përdoret është edhe zbarkimi i ushtrisë Serbisë për gjatë kufirit me Kosovën ose në vendet ku jetojnë një shumicë shqiptare atje në Bujanovc për shembull. Pra këto për vetëm se janë tregues të qartë që Serbia ka mbetë politika shoviniste e viteve të 90-ta, ajo patjetër që tenton me këtë lloj frikrash ose me këtë lloj themi paradash policore ushtarake ta fus frikën në Kosovë, mirë po ne dim tashmë që nga vitin 1999 as ushtria serbe pas policia serbe asnjëherë nuk do të mund të shkelin përsëri në vendin e quajtur Kosovë, sepse jo vetëm Kosova që tashmë po forcohet çdo ditë më shumë në aspektin mbrojtës, mirë po kemi disa marrëveshje ndërkombëtare të cilat e mbrojnë Kosovën pra fuqishëm në raport me Serbinë, siç e përmenda edhe më herët ajo e Kumanovës, e cila i jep të drejtë NATO-s dhe KFOR-it të ndërhyjë sa herë që është e nevojshme. E qartë, zoti Dili, trajnimet e përshkruara përfshin këtu armë të rënda, eksploziv, por edhe taktika luftarake. A mund të flasim ende për grupet e izoluara ndoshta apo për një formacion të strukturuar luftarak? Patjetër, shko, ende nuk është përfunduar gjithë lufta kundër këtyre strukturave paralele. Ato mund të themi që ekzistojnë ende në Republikën e Kosovës. Mirë po fuqia e tyre nuk është ajo që ishte para disa viteve, para 5-6